Po, shikojmë dhe lexojmë diagnozat e autizmit virtual. Për mua nuk do t'jetë korekte me prindin nëse i thua nuk ka autizëm, por ka autizëm virtual dhe në momentin që ti heq ekranin, fëmia do t'jetë normal. O ka o nuk ka problematika. Nëse ka problematika, këtu duhen adresuar dhe duhen adresuar sa më herët që t'jetë mundur. Apo ka raste të tjera që shikojnë në praktikën e përditshme klinike, në cilën kam pasur një rast përpara disa kohëve, në dhomën e konsultës ishte mama e fëmijës së bashku me gjyshin e fëmijës, vjerin, dhe fëmia kishte autizëm, ishte me diagnozën e autizmit, ndërkohë që brenda dhomës së konsultës vjeri i drejtohet nënës në një lloj mënyre që për mua nuk ishte shumë etike, e rëndoi më keq më tepër gjendjen e saj psikologjike, duke i thënë që faji është i joti, fëmia është bërë me autizëm sepse ti e ke lënë gjatë gjithë kohës përpara televizorit, ky ka kaluar me orë të tëra përpara televizorit dhe ja ku jemi përpara kësaj situate tani. Autizmi është një çrregullim kompleks i neurozhvillimit dhe është një kombinim i faktorëve gjenetik me faktorë mjedisor.